Administrata tatimore vijon performancën pozitive sa i takon rritjes së të ardhurave në buxhetin e shtetit. Në muajin nëntor, të ardhurat nga tatimet regjistrohen në 36 miliard lek apo rreth 360 milion euro, duke ka përcyer me rreth 12.3% në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë. Rritja regjistrohet në 4 miliard lek apo 40 milion euro në raport me nëntor 2024, ndërsa në raport me planin ka një rritje prej 590 milion lekësh apo 1.7% më shumë. Kjo shifër ka vijuar në trendin pozitiv të muajve të verës, ku pavarësisht faktit se sezoni veror dhe efekti turizm masiv nuk është më prezent, sërish tregon konsum të lartë, duke qenë se peshën kryesore në të ardhura dhe në rritje zë tatimin mbi vlerën e shtuar. Në 11 mujor, tatimet kanë mbledhur 250 miliard lek në total, me një rritje të konsiderueshme në raport me janar-nëntor 2024, prej 43 miliard lekësh. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale, të cilat kanë pasur performancë pozitive për gjatë gjithë vitit. Faktorët kryesorë të rritjes së të ardhurave lidhen me rritjen ekonomike, aktivitetin më të lartë të biznesit dhe konsumin e shtuar, çka është reflektuar në TVSH-n e brendshme dhe tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi të ardhurat personale është një tjetër zë me peshë të konsiderueshme në të ardhurat tatimore, i cili reflekton pagat e rritura të administratës dhe të sektorit privat, si dhe efektet pozitive që ka dhënë reforma anti-informalitet në këtë drejtim. Fushata për faturimin elektronik dhe kontrollet e shumta në terren, duket se ka dhënë kontribut në formalizimin dhe rritjen e të hyrave tatimore. Po ashtu deklarimi dhe pagesa e detyrimit të divas nga të punësuarit në vend, duket se ka ndikuar në këtë performancë.